Më 2 prill 2026, Mark Ndoc Molla, i dënuar për vjedhje, u emërua administratori i Universitetit Luish Gurakuqi të Shkodrës me urdhër të ministres së arsimit Mirela Kumbaro, ndaj 4 anëtarëve të bordit, përfaqësues të ministrisë që përbëjnë shumicën e votave në bord. Kjo shumicë e ministrisë në bord nuk zbatoi ligjin për dekriminalizimin dhe ligjin për integritetin e nënpunësve, duke emëruar Mark Mollën administrator të universitetit. Megjithse ka vendim gjykate për dënimin e tij me 8 vite burg për vjedhje të pasurive publike. Ata zbatuan urdhrin e ministres Mirela Kumbaro dhe Mark Hajduti ka filluar administrimin ekonomiko-financiar të Universitetit të Shkodrës, por një institucion kushtetues kontrollues ka detyrimin të hetojë emërimin e tij në këtë detyrë. Është komisioneri për mbikëqyrjen e shërbimit civil, të cilin ligji nr. 152/2013 e detyron të orientojë dhe mbikëqyr krijimin e një administrate me nënpunës të bazuar në merit, integritet moral e ligjor, figurë të pastër dhe të kërkojë largimin e atyre që nuk plotësojnë këto kritere. Administratori i Universitetit të Shkodrës, Mark Molla, me vendim gjykate, ka humbur integritetin, madje ligjërisht nuk ka besimin dhe sigurim për administrimin e fondeve të Universitetit të Shkodrës, sepse figuron i dënuar me burg për vjedhje të pasurive publike. Kryekomisioneres për mbikëqyrjen e shërbimit civil Lefteria Leshi Luzi, po i rikujtojmë se Mark Molla u përzgjodhe u emërua si numri 2 i Universitetit të Shkodrës, me urdhër politik personale klientelist të ministres së arsimit Mirela Kumbaro, nëpërmjet anëtarëve të shumicës në bord, përfaqësues të ministrisë që janë në varësi të saj. Mbështetur në këtë fakt është detyrimi i komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil të hetojë emërimin e paligjshëm të Hajdutit të dënuar Mark Molla në detyrën e administrimit ekonomiko-financiar të universitetit. Sipas nenit 14 të ligjit nr. 152/2013 për shërbimin civil, komisioneri mbikëqyr ligjshmërinë e përzgjedhjes dhe emërimit të nënpunësve të lartë në administratën publike nëpërmjet konkurseve, siç është përzgjedhur dhe emëruar i dënuari Mark Molla. Komisioneri nuk ka tagër të pezullojë e shkarkojë nënpunësit e drejtuesit në administratën publike, por sipas ligjit ka detyrimin të inspektojë dokumentet e emërimeve dhe të kryejë hetim të plotë sipas kodit të procedurave administrative. Kur gjatë hetimit konstatohen shkelje të ligjit në përzgjedhje e emërime, komisioneri kërkon zbatimin e ligjit për çdo rast, duke rekomanduar anullimin e vendimit të emërimit të drejtuesit. A do të urdhërojë kryekomisionerja e shërbimit civil Lefteria Leshi fillimin e hetimit për përzgjedhjen dhe emërimin e të dënuarit Mark Molla në detyrën administratori i Universitetit Luish Gurakuqi të Shkodrës?